Abrazioni detar ka prekur sektor mjaft të gjerë edhe në vende të tjera të botës. Pothuajse 70% e plazheve të botës janë sot në tërheqje. Kjo ka shkaqe natyrore, ka dhe shkaqe natyrore të përgjithshme, globale, por ka dhe shkaqe natyrore lokale, ashtu si ka dhe shkaqe të tjera që kanë karakter antropogjen, pra që lidhen me ndërhyrjen e njeriut. Ju e dini nga shkrirja e akujve, rritet niveli i oqeanit botror. Mendohet që gjatë 100-150 vjetëve të fundit të jetë rritur me 10 deri në 15 centimetra. Por temperaturat e larta që kanë shoqëruar vitet e fundit dhe që vinë vazhdimisht duke u bërë vera më të thata me temperatura më të larta, mund të çojnë në shkrirje më të madhe të masave akumulajore dhe përpasojë edhe rritje të nivelit të oqeanit botror. Për vende si Shqipëria, që ka një ulësirë bregdetare me kuota të ulta mbi nivelin e detit, madje ka dhe sektor nën nivelin e detit, një rritje sado e ndjeshme nivelit të detit, të oqeanit, sjell përmbytje masive në ulësirën bregdetare dhe përpasojë edhe tërheqje të tokës, pra një erozion në rritje. Por unë jam marrë me këtë çështje sepse kam pasur edhe temë doktorature, edhe ndërhyrje erozioni i plazheve në Shqipëri ka më së shumti shkaktar faktorët antropogjen, pra që lidhen me ndërhyrjen e njeriut. Kjo ndërhyrje ka konsistuar në marrjen e inerteve në zallishtoret, në sektorët e mesëm dhe të poshtëm të rrjedhave të lumejve, mat, seman, shkumbin, vjoth. Kjo është lidhur edhe me ndërhyrjet e gabura në vetë vijën bregdetare. Shpesh edhe në ndërhyrje për të devijuar gërgderdhjet e lumejve. Nga analizat e bëra deri në atë kohë, në Shqipëri depozitimi me gryerjen kishin raporte 3-1. Pra një gryej 3 depozitohej. Vitet e fundit, ky raport është zvogluar aq shumë sa ka shkuar në 1.5, 1.7/1, madje besohet që me kalimin e kohës ky raport të kthehet në të kundërt, pra që të dominojë plotësisht gryerja dhe jo mbathja.